gjithë trajnerët e pranojnë këtë. Megjithatë, është ai njeriu dur sepse ka dhe Zabaletën, një lojtar i cili ka shkruar dhe emrin e tij në futbollin e Argjentinas dhe në kampionatin anglez në Premier League, por ka dhe Doribas, është një staf i gjerë, është Bulku, cilët i sugjerojnë dhe i shikojnë parametrat më të mirë. Por si zakonisht, unë mendoj që taktika e Silvinjës do të jetë mbrapa një Shqipëri e mbledhur, një Shqipëri e cila do të jetë kryesisht e fokusuar në partin defensiv, por do ta godasim me lojtarë të shpejt që mund të vinë nga krahët, nëse do të luaj Arber Hoxha, do të luaj Huzuni në krah, ose Muçi. Shqipëria ka disa alternativa lojtarë të tillë që janë realisht teknikisht mirë dhe janë shpërthyes dhe mund të japin mundësinë që ta godasin kundërshtarin nga pas. Megjithatë, mendja e ftohtë në këtë ndeshje, përqendrimi maksimal sepse polakët duhet të jenë rreth 60.000 njerëz në stadium, në një stadium i cili do të mbështesë Polonin, do të ketë tifozë zjarrt atje, shqiptarët do të jenë rreth 3.000, pra 5% të kapacitetit biletave, ashtu siç është që lejohet nga institucionet. Biletat janë sold out për sa i përket gjithë Shqipërisë. Po. Edhe diçka... Për gjithë tifozat shqiptarë cilët tashmë janë prezent këtu, Varshava është e madhe, janë pjesë ndryshme të Varshavës. Natyrisht nuk do jetë ajo ndeshja, kam frikë ato grupe shqiptare shumë le të themi duke festuar në rrugë, sepse her pas here kemi pasur episode me polakët, edhe kur është ndeshur me Kuksin dhe kur është ndeshur me Dinamo, po dhe humbjen e parë që ishte premiera e Silvinjos, kanë pasur takime me tifozët kuqezi ku kanë pasur probleme përsa i përket gjithë këtyre kontakteve, nuk janë tifozë lehtë, dhe problemi më i madh është se ne do të arrijmë të kemi vendin 3.000 shqiptarë që do janë, ata do janë me kontroll policie të rrethuar, do shkojnë në stadium me policë do vinë. Po problemi është i djemve të cilët nuk kanë gjetur atë fletër magjike për të pasur një vend në stadiumin kombëtar të Varshavës dhe kanë blerë bileta dhe do shkojnë do ulen tek zona e polakëve. Po natyrisht nëse shkojnë të veshur, nëse shkojnë të festojnë, ata do jenë të mërzitur, shumë prej tyre shkojnë edhe të alkolizuar sepse kanë qef pijen. Dhe kjo mund sjellë episode. Është e vështirë dhe të gjithë tifozët shqiptarë duhet të kenë shumë kujdes, të ata që kanë blerë në tribunat polake duhet kujdesen për diçka të tillë. Poland, kam. Who is going to win, Albania or Poland? Nuk e dëgjuam, çfarë? Forca Polonia, më thanë. E dëgjua që isha duke raportuar. Ne bëjmë forca për Shqipërinë, Altin, dhe urojmë çdo shqiptar nga çdo cepi botës, urojmë që nesër Shqipëria të festojë, urojmë, shpresojmë dhe dëshirojmë me gjithë zemër, padyshim. Okej, shpresojmë edhe ne që të kemi një ndeshje sa më të mirë, pse jo ta gëzojmë të popull që ka nevojë për gëzime dhe vetëm futbolli di më shumë, di më mirë se çdo gjë tjetër që të gëzoj të gjitha hapësirën shqiptare. Altin, të falenderoj, ne do të jemi sërish edhe nesër, besoj, gjatë ditës në lidhje së bashku për ta prekur më nga afër, sepse nesër është dita vendimtare ethet e kësaj ndeshje. Altin Sulçe, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Varshava. Edhe unë ju falenderoj nga Varshava. E gjithë vëmendja padyshim pra mbetet tek ndeshja e shumëpritur e kombëtare son me Polonin, shanset e kuqezinjve për të shkuar në botror dhe një analizë më të gjerë do të sjell tani ish futbollisti kombëtares Andrea Marko në një intervistë me Dea Kozma, që ftoj ta ndiqni gjatë minutave në vazhdim, ndërsa bashkë do të rikthehemi nesër si çdo ditë në mesditë në 2 në orën 12. Mirupafshim.